quhemi Lazimeri, për një fshatit komunës Vështrës, Dumniceje për me. Atje kena jetu dhe në vitet e 75, dhe në vitin 75, me që se na imponue shkollimi në rruga ka qenë që ashtu e pa kalushme fort edhe s'ka qenë asfaltume dhe u dëf për mu shkollu me arë me marue një shtepizën Vështre edhe mu shkollu. Familja ime, kem qenë një rreth të gjoni familjes tone, familja i meri, ndikon 20 antarë kur jenë nda, kemi qenë, mirë po kena pas një harmoni gjithherën mes veti, kena pas njerëz shkollum familjen time, aq me mira dhe që ne pruni Zotit edhe komandant lufte ka një mirë në Ramedlin, djallë tagjës si kom pas, kështu që... Ka qenë komandant i luftes, apo? I luftes, po ka vdekin tjeri. A më të nga të regu pak për ta, edhe për të ndjerin, edhe pastaj edhe për ty, po dojmë për me ditë pak a shumë. Okej, nga një histori ju ka imponue në atë ko me dalë perëndim në Austri, me punu me ndimu familjes. Mirë pa, kur u lyp, velin djatret, edhe u përshkallzun, dhe me thonë se të ata në Kosovë, prej agresorit sërb, atëherë, me vetë dëshirë, ka orë prej Austrisë, me në gjatë dëtijun, luftarin, ajo është gjallë të në gjati, edhe ka në arë në Drenicë. Drenicë e ka emërtu komandant Shal, zonë Shalës, edhe Dumnicat, 3 Dumnicat, masi ka qeni Dumnicës Ganiu, e kanë dy më bu komandant, dhe me thonë, në rrethën e Vështrës, në Dumnicës Teper atje. Edhe ka qenë komandant, jo që ka qenë djoli o gjestim, po ka qenë shumë i moral shumë i uftarë dhe gjithherë ka pri vetë. Po ymrin e dashtë të Zotit dhe ka pështu me qenë se ka prijetu një burg të fështirë, e ka më zonë, Ganion, sërt, mirë po ka pas një sulm edhe vdeq. Prej sulmi vdeq, në ka dhimë bolë shumë. Po qa me boj lëmi aj për vete, aj ka me shkollë në gjenet, se aj një logaritet dhe si dëshmura, po kupta. E qështu. A mundesh nga të regu pak për vetën tone, e ceke që keni qenë 40 antarë, 20 antarë të familjes, sa e vështirë ka qenë ajo ko? Në atë kohë ka qenë një skomje pak me vështirë, mirë po edhe veglat punës nuk ka pas në atë kohë të përsësora si kur sëdë. Kena kosite, kena punu me drapën e, kena shku në malë gjdo 2-3 dite, jo kanë qenë me bluën më leju, theshëm në atëherë babalorë tonë, din kanë qenë do vujtje pak më të mëdha, me kur me drapën, besa pak vështërsi më të mëdha kanë pas edhe femnat, se u duhet me punue, me gjallnue, që ashtu, mirë po, një ka udheqë aty në familje, ka pas respekt vetëm një. Unë e sa e di edhe si fëmi që ka shku qdo sen rrëllë. Gjithë keni punu, po që thojmë vetëm prindi është vetë, ose gjyshi, ose kushdo që ka... Po vetë migja jam. Jo të na, po edhe në kojshia të ka pas respekt. Kojshia, sene. A i ka qenë një farë i merë Dumnica, migja jam, ra me shpirti post. Ka qenë edhe si loj rapsodi si Karol Autës, në atë kohë si fëmi më kujtuhet. Baba jam i Karo Kavallit, edhe në atë kohë i ka di do Krajina, i kënejke kongën e Osakukës, o si fëmi edhin, kur bishë me ra. Edhin, e shkëm këtë dritën, e mësë më nga pengu, kur kush e kishë modin, edhe ja pilloj ke baba kongës. Se së dëmë jesën atë fjallë tina ra me shpirti post, edhe qështu. Tani, për me mlilë muhe, edhin konga dhe muzika, e prunë një mandolin, vlau për shkollës normale, vlau jemi i Dresemeri, sot është gjallë profesori, edhe që aty mësu me ra mandolinës. Edhe dikun ku fillu prej klasës 5, më mirë me do koncertet vëgla, ku më kalu në vegla, me ra qiftelis, hajt, e qashtu. Një koncert e këna pastu e kemë Shtëpinë e Kulturës, në Vështre, gjithër ka qenë kjo këtu, shoqëria është dedës, edhe... Sa vështirë ka qenë ajo ku, a mundesh më na të regu, a ki kujtime të bukra, ose të vështira,
A ka pas rast që ndonjëherë ki thonë, po du me e lonë këtë punë se nuk po më përkra kërkosh? Jo, për vetë vetën për flasë, unë gjithëherë kom pas vullnetin punë. Atë punë që e kom rrokë edhe sot kom vullnet. Edhe e kom marrë qashtu me bindje dhe kom qenë, me qenë se shumë jeta ime ka qenë me sfida, po për të mira ka qenë. Edhe kom pas lloj profesionesh. Cilat janë konë ato? Kom qenë, mas pari kom marrë në gara dhe 100 metrash. Ajo ka ndodhë në kohën e Jugoslavisë, kur kom qenë ushtar. Edhe me gjuhët bombe në atë kohë atje, dhe mi ka dhonë 2 javë ditë, i theshëm në gradë këtë njerë, për me arë shpe. I vetëmi shqiptarë me donë ka rikë pari është punë e madhe, unë kom qenë qaj. E më shkruj kënë gjuhën sërbokrate, po ta përkthesh që për vaku atletici bombe, i Lazimeri, i mere i Laz në atë kohë. Dhe me thonë, i Lazimeri ka qenë i parin krejt ushtrin në atë kohë kanë qenë, ju theshtim plopsa në gjyrë të murë, ushtarë në atë kohë në Sloveni, që i kom pason vendin e parë. Edhe e kom paregjistru edukatën fizike, kom qenë gjimnastist i furt, i mirë, po kom qenë këngëtar, dikur hajt, edhe u buna polic, 81-ën. U bune polic, 81-ën, si ka qenë ky profesion për ty? I mirë ka qenë. Profesionin polici është si kur me konë një pedagog i mirë, si një mësues i mirë. Profesionin policit. Nuk është e thonën me janë gjirë metë njërit polic, ja mozalla diqka, unë qashtu e marë. Po mënyrë psikologjike, me ditë qa ka bo qa njërin, ndoshta se ka bo qa të vepër, edhe me ditë cenet. Unë nuk më kalu mirë në polici. Jo, që po të thonë po dhe më lërsojnë. E si ka qenë atëherë për me u pranu një polic? Cilat kanë qenë kushtet që u duf me u përmbush? Atëherë ka qenë kushtet mës me qenë bela, mës me pos gatresa, mës me pos denimi, me pos gjatësin e trupit, në atë kohën ku jena pranuna. Edhe mirë po ka qenë kohë shkur, dhe me thonë me kry shkollimin, se së to ata konë qasesoj që ku kem shkollën e policisë të ofrë që ko 300 metra, kejtë Kosovën është qëtu, në Vështri, akademia që shkolluhen policët. Edhe më ka pri fati, më kanë lonë me tërvis me punue, kom punu me tërvis, 81-ën në policë. Pa në ashta shko gjatë, po masi himë kësaj bisede, edhin, pe lidhe me muzikë. E sot për policinë sot që po i pranojnë pak ma të vegjel, ma të shkurt, s'po me i cej kështu, po... Në këtë kohën e demokracisë kanë ndryshu senet. Kanë ndryshu senet, nuk kem kundër që hinë në femën bëhet police, në është mirë me pas police Kosova. Nëse në atë ku nuk ka pas? Nuk ka pas, në administrat ka pas, diçka mirë, po në uniformë nuk ka pas.